Telefonata prej 90 minutash mes presidentit Amerikan Donald Trump me homologun e tij rus ka përfunduar. Telefonatan po shkon mirë dhe është në progres, tha më herët ndihmësi i presidentit dhe zëvendës shefi i shtabit të Shtëpisë së Bardhë më parë. Kjo është telefonata e dytë e dy liderëve botëror që pas marrjes së mandatit të dytë në krye të Shtëpisë së Bardhë nga Trump. Pak ditë pas mojë detyrën, presidenti amerikan zhvilloi një sër telefonatash me liderët botëror duke përfshirë një me presidentin rus Vladimir Putin dhe një tjetër me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky. Kremlini tha se ishte një bisedë pozitive dhe konstruktive pasi të dy liderët ranë dakord të fillonin negociatat për të dhënë fund luftës në Ukrainë. Kjo telefonat e papritur befasoi botën, ndërsa këtë herë liderët e tjerë botëror patën mundësi të flasin me Trump paraprakisht. Presidenti francez Macron dhe kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Starmer konfirmuan se ata folën me Trumpin në fillim të kësaj jave, duke i theksuar që Ukraina duhet të vihet në pozitën më të fortë të mundshme